Jemi sërish bashkë në Breaking, kam kënaqësinë të kem në studio gazetarin e njohur zotin Basir Çollaku, përshëndetje. Mirë se erdhët. Bashkë me ne në një lidhje direkte do t'jetë edhe pedagogu, analisti i njohur politik, zoti Ermal Hasimja. Përshëndetje, zoti Hasimja, kënaqësi. Mirëmëngjes, Flori dhe Basir. Do doja ta nisnim bashkë në fakt për të më bërë një koment të shkurtër se si i shihni ju zhvillimet e fundit në Partinë Demokratike. Kafja e famshme që është komentuar aq shumë duket se ka ndezur një, le të themi, zjarr të vërtet brenda PD-s. Po, është e vërtet, ka nxitur një lloj procesi, le të themi, i cili shkon përtej thjesht atyre që mund të jenë kërkesat ose ambicet, si doni ju, për këtë proces të Saljanit dhe Ali Mehmetit. Dhe tashmë është kriju, si thosh ai fillimi një reaksioni zinxhir, që mendoj që është pozitiv për PD-n. Është pozitiv sepse po shikonim që Partia Demokratike është në një lloj amullie, është në një lloj status quo ku nuk po arrinte realisht të zgjohej në një farë mënyre, dhe pavarësisht se si nisi, si funksionoi, për çfarë arsye etj, t'i lejmë anash të gjitha këto, ajo çfarë shihet si rezultat është që ka një diskutim tashmë brenda Partisë Demokratike, që në momentin që fillon edhe diskutohet, që në momentin përfshillet duke pas akuza natyrisht, siç ka pasur nga Saljani, ka një lloj lëvizje dhe kjo lëvizje mendoj që është gjithmonë për mirë, sepse është mirë që partitë politike, si çdo organizatë tjetër në fakt, brenda vetes kenë një proces sfidimi, pra një sfidë të brendshme e cila i nxit që të arrijnë që të rrisin performancën e vet, të reflektojnë, të analizojnë. Kur ka status quo, kur ujërat nuk lëvizin, si thua, kjo nuk është gjë e mirë për partitë politike. Por për të kaluar pak tek zoti Çollaku, atëherë kur u mendua që u sheshua ai konflikti që u finalizua me 8 janarin e famshëm që të gjithë demokratët nuk besoj se do të harrojnë, nisi një tjetër krizë, një tjetër konflikt, një tjetër flak, dhe duket se nuk përgjen paqe Partia Demokratike. Unë nuk e shoh me terma kaq luftarak, le të themi, kaq. Unë referohem edhe deklaratave të forta të zotit Noka. Si akte terroriste, flak, bomba, jo akt terrorist, nuk shkojmë deri aty. Do të mbetem tek në një parti politike zhvillimet e brendshme janë të shëndetshme dhe pozitive, cili do prej atyre që aderojnë aty dhe kanë karrierën, kanë garat e tyre, kanë betejat e tyre, natyrisht në çdo lloj pretendimi, po i mirë që i bisedojnë, i diskutojnë. Natyrisht ajo çfarë unë shoh të pashëndetshme, le të themi, në akuzat reciproke të bëra qoftë nga Saljani, Noka në debatet e brendshme të zhvilluar në kryesi, aq sa ka dalë dhe është bërë publike teksa tentojnë. Unë më tepër jam referuar deklaratave që kanë bërë për mediat. Sigurisht, pra, duke parë që thonë jo Sueli këtej, Sueli andaj dhe ajo që thënë PD-ja nuk është dhe nuk ka qenë ndonjëherë parti suelësh. Partitë të fortësh dhe banditësh, të cilët kanë një tutor, kanë një regjizor që i ka përdorur në këto 3-4 palëzitët e fundit, por edhe debati dalja nga struktura. Saljani është antar kryesie. Gjithë praktikat e partive pak të djathtat. Ky debat jashtë binarash ndonë se këtu konsiderohet i shëndetshëm sepse nuk po ndodhte asgjë, pasi kishin ndodhur shumë gjëra. Ka një lloj rregulli që duhet zbatuar dhe nëse ke një nismë, ke diçka për ta thënë, ke diçka për ta bërë, duhet të referohesh. Nëse ju ndërpres, nëse nuk do të ishte ajo kafja e famshme e një grupi demokratësh, ata që konsiderohen dhe si të votuarit edhe në primare, por edhe në zgjedhjet e 11 maj, do të mblidhej Këshilli Kombëtar? Sigurisht që Këshilli Kombëtar do mbledhur edhe herë të tjera, duhet ishte mbledhur më përpara. Pra, prandaj po them, a ishte një presion i shkuar ajo kafja për të mbledhur? Sigurisht, secili prej atyre që është aty i shef lëvizjet dhe zhvillimet, por kur vere këto epitetet u mblodhen më të votuarit. Ka diçka këtu që të gjithë e dim. Kështu është, ky është fakt. Të lutem, ta them, ka diçka të gjithë e dim. Çdo kandidat i një partie politike është lidhur ngushësisht dhe me logon. Unë kam qenë një nga kandidatët e Partisë Demokratike në zgjedhjet e fundit. Në qarkun e Dibrës. Kam garuar vetë. Pra, kandidati dhe logoja nuk mund t'i ndash bashkërisht. Ka raste kur kandidati i shton diçka partisë, të tjera që i merr partisë vota. Dhe nëse ndahen, ne kemi ish kryetari i Partisë Demokratike që kandidoi në zgjedhjet e fundit pa logon e Partisë Demokratike, mori 1500 vota. Pra, nuk besoj se kjo është ajo thakma që këta janë elita e votës së demokratëve dhe këta tjerët janë pjesa mbushëse apo mbështetëse.
Natyrisht që në Partinë Demokratike ka vend. Zoti Basha mori aq pak vota edhe për shkak të qasjes që krijoi, kështu që duhet ta mori aq pak vota pas kishte duhet ta pranojmë edhe këtë. Kishte gjaketën e partisë më vetë, se po ta kishte të kishte marrë shumë më tepër, se 2021 ishin 620.000 vota. Pra janë të lidhura besoj individi dhe partia, kur ato bashkërisht janë një betejë politike dhe një garë elektorale. Nuk mund të ketë një diferencim se natyrës, se shohun të paktën. Por a ka gjëra për ndryshuar ty? Natyrisht që po. A ka vend që përfaqësimi politik të ketë diçka të re. Të ketë diçka të re që të lidhet me rezultatin dhe me produktin. Ne sot nuk komentojmë platformën e Partisë Demokratike që kthehet një alternativë qeverisë, se ne komentojmë çfarë ndodh, sepse siç e tha edhe zoti Hasimja, ka një kolaps, ka një kaos, ka një le të themi për qenë të qartë nuk shoh një qartësi të madhe ka asnjë parti politike në Shqipëri. Pra po nuk e ka luksin Partia Demokratike për të qenë në këtë. Nuk shoh një qartësi të madhe. Ka dhe faktorë tjerë që kanë ndikuar nga kjo ecuri, le të themi, e krizës së brendshme të Partisë Demokratike. Ne dimë që 3 vjet ishte këtë dere gjykatës për një divorc të induktuar ose të dedikuar nga majoranca, nga qeverisja. Ne thashë nga një krizë në krizën tjetër. Po kriza ishte e importuar, kriza e parë. Duhet të flas me faktorë që nuk janë gjithë brenda Partisë Demokratike. Një qeveri dhe një majorancë ishte lëkurisë Partisë Demokratike duke ndihmuar të thellimin e krizës. Por, për të kthyer tek ajo çfarë ndodh brenda dhe zhvillimet që nga protestat, nga foltorët, nga le të themi guida e zotit Salianit që nga Tursi, Gjirokastër, lajmëruar sot në Elbasan pasdite, mos gaboj, deri tani kam parë që njerëzit ofrohen për të bërë kritika se çfarë nuk është bërë. Unë shmoj se kushdo nga deputet, funksionar të Partisë Demokratike që ka diçka për ta thënë dhe të përmirësuar, është mirë që ta ketë biseduar dhe më herët me antarësinë, të shkojë me një platformë dhe një projekt edhe në kryesi, edhe në Këshill Kombëtar, edhe në Kombëtar Kombëtar, në gjithë format e Partisë Demokratike, thotë zonja Zotrin, kjo që është bërë deri këtu, në këtë qark, në këtë qytet, në këtë vend, në këto degë të Partisë Demokratike, nuk ka funksionuar në këtë mënyrë, ose ka funksionuar në këtë mënyrë, duhet të rregullojmë këtë gjë që nuk është bërë. Ose kjo që është bërë da bëjmë mirë. Gabimi Sajani thotë që nuk e diskutojnë në struktura, por e bëri direkt s'ka gjithë keq pish dhe kafe. Dhe nuk shoh, ure kafe të vjen gjithë ditën në natën, se nuk është kafe, nuk është aktivitet politik. Por duhet që ata që shkojnë me një platformë dhe një projekt konkret dhe me një grup konkret që nuk i shoh të gjitha konkret. Zoti Hasimja, gjithçka rrotullohet rreth asaj kafes. Ajo kafja që shkaktoi me sa duket dhe turbulloi ujërat në Partinë Demokratike. Kafja është institucion. Kafja tek ne është institucion, pa diskutim. Mund t'ishte pirë kafja edhe tek lokali i Partisë Demokratike. U zgjodh ai ambient. Por ajo që bën përshtypje është qasja që krijoi zoti Berisha pas takimit të parë të zotit Saliani në Durrës. Falenderoi demokratët që nuk u mashtruan. Pra, nëse zoti Saliani do t'ishte konsultuar me strukturat, ose ato pretendime që kishte, do t'i kishte thënë më përpara brenda kryesisë, do të etiketoj në këtë mënyrë? Nuk është se duhet bëj avokatin zotit Saliani, por me aq sa e kam dëgjuar, ka thënë që shqetësimet e tij i ka shprehur edhe në kryesi. Dhe me thënë vërtetën nuk ka qenë rasti vetëm. Në rastet kur ti ke një shqetësim brenda partisë dhe konsideron që ai shqetësim nuk dëgjohet, dhe shqetësime ka me thënë vërtetën, nuk mund të bëjmë sikur s'kemi dëgjuar ankesat e demokratëve gjatë gjithë kësaj kohe, sidomos për çështjen për shembull të listave të mbyllura dhe të hapura, ose për injorimin e procesit primarëve, edhe elemente të tjera. Përderisa ka shqetësime të tilla dhe duke supozuar, duke marrë mirëqen atë që thotë zoti Saliani, dhe thash nuk duhet bëjmë avokati i tij, po që i ka thënë këto gjëra dhe nuk janë marrë parasysh, është e qartë që mënyra më normale që këto gjëra të merren parasysh është flitet pastaj edhe me ata që janë, si thua, vendimarrësit bazë të Partisë Demokratike, ata që votojnë në kuvendin e PD-s e tjerë, pra me bazën. Dhe më duket që është diçka logjike për të bërë, nuk shoh ndonjë lloj konspiracioni këtu, aq më tepër që takimet kanë qenë publike, duke filluar që nga kafja dhe përfshi dhe këto takimet e tjera. Unë nuk e shoh me problem këtë gjë, aq më tepër që dhe zoti Saliani vet ka deklaruar që është një proces për të ndihmuar PD-n, jo për ta dëmtuar. Natyrisht që në politikë sa herë që dikush forcon kapitalin e tij politik, personal, siç mund ndodhi dhe rasti konkret me zotin Saliani, patjetër që të tjerë persona do të ndjehen
të rrezikuar ndoshta që nga ambicjet e tjetrit. Por edhe ky është një proces normal. Është një proces konkurrence brenda Partisë Demokratike. Nuk mund të vesh faj as zoti Saljani pse mund të ketë ambicie për të patur rol më të rëndësishëm, qoftë për vete si person, por qoftë pavarësisht se e ka mohuar këtë gjë, qoftë për idetë ose qëndrimet që ka ai, ashtu edhe si nuk mund t'i vesh faj pastaj edhe zotit Berisha, që dëshiron të ruaj atë pozitë, atë status, atë nivel kontrolli që ka mbi Partinë Demokratike për aq sa ka. Por është fryma që ti përçon tek demokratët. Pra ajo fryma e tensionit krijon një tjetër konfuzion te demokratët. Se ne kemi parë edhe në takimet e zotit Berisha me demokratët që ka dalë në bazë, që kanë patur shumë pretendime. Pra, u desh pikërisht kjo iniciative Saljani që të gjithë të dilin në terren? Fjori, ne, patjetër, vetëm se ka diçka që duhet seruar. Ne jemi mësuar, ne shqiptarët, jemi mësuar me traditën, me imazhin e një partie që është e grusht bashkuar rreth udhëheqësit. Për ata që janë më të rinj se sa 45 vjeç, nuk e kanë idenë ndoshta se nga vjen kjo shprehje. Po. Besoj që jo në studio mund ta dini, patjetër. Duket më e re se aq, por I kam ato vite. I një ato vite. Pastir më falë që sta përcolla dhe atë komplimentin. Por ideja është kjo që jemi mësuar me imazhin e partive të cilat e gjithë partia është rrotull liderit, nuk ka asnjë diskutim, është e bashkuar, autoriteti është i njësuar, etj. Dhe në momenti ku ka një minimum diskutimi ose polemike brenda një partie, ne konsiderojmë si përçarje, jo si demokraci. Ndërkohë që kjo është jeta politike e vetë partive. Sepse përcillet me këtë lloj retorike. Zoti Jasimja përcillet me këtë lloj retorike, me këtë lloj qasje. Ne kemi parë, besoj dëgjuat zotin Noka pasi doli nga mbledhja e kryesisë, çfarë tha? Kjo është gjë tjetër. Për këtë dua të ndalem pak, sepse është sekretari i përgjithshëm dhe sekretari i përgjithshëm i partisë konsiderohet edhe si numri 2. E ti kush është problem, Fjori? Problem, jam shumë dakord me atë që tha Basiri. Problem është atëherë kur dilet në akuza të pa konfirmuara, në zëra, Gojdhëna, pra. Gojdhëna është termi pasakt në rasti konkret, se ka tjetër kuptim. Domethënë, nuk e di pse është përdorur ky term. Ndoshta gabim shpejtësie. Po pra, unë referohem asaj që dëgjova, po. Dakor, po unë kuptova ndryshe, për ndryshe me Gojdhëna unë kuptoj tjetër gjë, me thënë vërtetën. Por në rastin konkret kur del edhe flet për gjëra që nuk mund t'i vërtetosh dot, për shembull për angazhim të grupeve kriminale ose për edhe ato që u përmendën dhe për Grida Dumën, aty gjithsesi prapë edhe ato pa konfirmuar e tjerë. Ky është problem pastaj sepse si politikan duhet të jesh i kujdesshëm, nuk po flas për një person specifik, po flas për gjitha anët, duhet të jesh i kujdesshëm kur flet për akuza të tilla se këto janë elemente që sjellin përçarje. Por nëse ti del brenda partisë edhe thua që unë mendoj që listat nuk janë bërë në mënyrën e duhur, unë mendoj që ka mungesë aktivizimi nga ata deputet që kanë qenë listë të mbyllur, nëse ti del edhe thua të kundërtën e kësaj që ti këtë gjë e bën për ambicie personale, siç u akuzua dhe Saljani, dhe jo për të mirën e partisë, këto janë komplet brenda kuadrit normal të një demokracie brenda partijake. Nuk shoh asnjë shqetësim këtu. Shqetësimin unë e shoh kur fillojnë akuza, pastaj kur përmenden grupe kriminale ose akuza personale. Kjo është gjë tjetër. Por po të shikoni, dhe unë ndjek shumë politikën, me thënë vërtetën, sidomos në Europë, të shikoni procese përplasje shumë të ashme brenda partive politike, franceze, gjermane shumë më pak, po italiane. Ne jemi në këtë debat që po bëjmë, jemi shumë larg atij standardit të sherrave që zhvillohen në brenda partive politike italiane. Edhe në Francë ka debate jashtëzakonisht të forta. Ndaj thash pra që Partia Demokratike sot nuk e ka këtë luks. Jo, e ka pikërisht në këtë moment Partia Demokratike. E di pse ti nuk e ka këtë luks. Ky zhvillim do konsideruar luks. Mungesa e zhvillimeve është luks. Jo. Në këtë moment e di pse them nuk e ka këtë luks, nuk e ka këtë luks për të krijuar një tjetër krizë. Pse duhet ta shohim si krizë? Jo, nuk e di pse duhet ta shohim si krizë. Nuk është krizë. Më unë mendoj që gjëja më e shëndetshme. Demokratët kështu e perceptojnë. Jo, nuk besoj, ne flasim me demokratë, takojmë demokratë pafund. Si perceptojnë atëherë? Njerëzit e perceptojnë këtë si krizë sepse janë në Shqipëri
sepse janë mësuar me imazhin e një partie ku gjithçka është e kopsitur, rregulluar, dikush flet edhe të tjerë duar trokasin. Jo, nuk është kjo partia politike. Partia njësoj siç brenda në parlament ke debate, diskutime, edhe brenda një partie do të kesh debate dhe diskutime. Kriza është tjetër gjë, kriza është 8 janari, kriza janë sharjet, fyerjet, akuza për grupe kriminale etj, por nuk jemi akoma në ato lloj faze. Në këtë moment besojmë që nuk do të shkojë drejt asaj. Po besojmë që jo, natyrisht jo. Por nuk jemi në ato lloj faze, këto janë thjesht zhvillime. Thelbi i asaj që po ndodh është kjo. Ke një pakënaqësi të caktuar të një pjesë të demokratëve përtej Saljanit, është ka të bëjë me Saljanin. Kur flet me demokratët, ti e kupton, në ndjen shumë qartë se ta thonë qartazi, që ka një pakënaqësi me mënyrën se si po menaxhohet. Janë të lodhur 13 vite opozit, nuk është pak, zoti Asimja. Patjetër, ka një pakënaqësi dhe kjo pakënaqësi gjeti shprehje në këtë lloj mënyre, nuk është mënyra e vetme, ka dhe njerëz të tjerë që janë të pakënaqur dhe që janë të pakënaqur jo vetëm me partinë me kryesinë e Partisë Demokratike, po përfshi edhe me vetë Saljanin. Edhe ka dhe nga këta. Dhe kjo lloj pakënaqësi është plotësisht normale brenda kuadrit të një demokracie brenda partisë. Qartë.